Tema jonë e sotme, siç po shihet në projektim, është ndjekja e dietarëve të prishur dhe adhuruesve ignorant. Kjo është njëra prej çështjeve më të rrezikshme të ignorancës, sepse siç kanë thënë dietarët, trazira e çdo trazirës është tek të dyja. Pra kur të prishën dietarët dhe kur të ndjekën adhuruesit e sinqertë. E pse është kjo trazira e çdo trazire, do ta kuptojmë në vem. Pika e parë, dietarët fasik. Nëse shtrohet pyetja si ka mundësi një dietar me kon fasik. Fasik do të thonë njëri i prishur. Njëri që nuk i zbaton urdhat e Allahut. Si ka mundësi një dietar ose një hoxh me kon i prisht? A nuk ka lexuar Kur'anin? A nuk e ka mësuar fen? A nuk është marrë me dije? Si ka mundësi që të jetë? Ka mundësi sepse njeriu i ka dy komponente. Fuqinë emocionale dhe fuqinë intelektuale. Nëse njeriu e fuqizon vetëm atë anën intelektuale, kurse anën emocionale i ndjek epshet, atëherë i prishet edhe ana intelektuale. Dhe e kundërta është e vërtetë. Ata cilët vetëm anën emocionale ndjeni atë tyne vullneti, zelli, kurse anën intelektuale nuk e fuqizojnë me dituri dobishme, edhe këta devijojnë. E kështu që vetëm me pas njohuri, vetëm me pas dituri, nuk të mahon që ai njeri është i mirë. Çfarë janë dietarët e prisht? Dietarët fasik janë ata cilët nuk veprojnë sipas dijes tyre. Pra e dinë të vërtetën, mirë po nuk e ndjekin ata. E kjo është problemi i madh. Sepse ata i kanë dhënë përparësi jetës kësaj bote para tjetrës. Pastaj dietarët si janë ata që gënjejnë me vetdije për Allahun e Madhëshëm. Pastaj janë ata cilët ndjekin dëshirat e vetka nën petkun e dijes. Pra ndjekin qefet e tyne. Për një shumë të pakt kësaj bote, siç e përmend Zoti në Kur'an. Për një shumë të pakt kësaj bote, ata faktikisht e shesin veten. Siç kanë vepruar disa prej popujve të mëhershëm, imagjinoni, deri në këtë shkallë kanë shkruajt libra, edhe kanë thonë ky është libri i Allahut, edhe kanë shit atë libër për me fitu para. Deri në këtë drejtë, këta Zoti në Kur'an e përmend. Kanë shkruajt libra, kanë thonë ky është libër i Allahut. Por se tek ne muslimanët normalisht nuk mujnë këtë gjë me bë, sepse Kur'anin Zoti e ka ruajtur dhe askush nuk mundet me qit në ai libër me thonë ky është libri i Allahut. Mirë po bëjnë libra të tjerë. Bëjnë libra të tjerë jashtë Kur'anit, se Kur'anin s'mundet askush as që më afru afër që më ndryshu. Se çfarë mbrojtën është miliona hafuza. Dhe gjithashtu janë ata cilët kërkojnë të kënaqin njerëzit në kurrizën e vërtetë. E kjo më shpesh të ndodh që kjo i prish këta dietar ose xhallar është për shkak që shikojnë me i kënaq njerëzit në kurrizën e vërtetës. Shikojnë shkojnë me shikues sipas asaj cilën e gjejnë popullin e tyre. Në rregull është me shku sipas popullit për gjëra që nuk bijnë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunet. Bile duhet me shku. Mirë po, gjëra që janë të ignorancës, gjëra që janë paganizma, janë bestytni, janë pralla, ato nuk do të më miratu. Kush do që i thot ato? Rreziku i këtyre për shoqërinë është i madh, se njerëzit u besojnë atyre për shkak të titujve. Dhe pozicionet tyre si dietar, kjo e bën mashtrimin e tyre edhe më të rrezikshëm, sepse përdorin autoritetin fetar për të përmbushur qëllimet personale dhe për të ndjekur dëshirat. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo ndodh zakonisht në vende ku ka musliman shumë. Se ku ka musliman shumë, ata i nderojnë dietarët e tyre. Edhe këta e përdorin këtë pozitë, këtë ndjeshmëri të muslimanëve për të arritur qefe dhe interesa personale. Edhe kjo fatkeqësi e madhe se njerëzit e respektojnë për shkak të titullit, për shkak të pozitës.
Mirë po, Zoti në Kur'an na mëson që të mos ja teprojmë me njerëz të tillë, të mos mashtrohemi pas këtyre njerëzve. Dhe të jemi vigilant, të jemi për atyre që nuk ndikojnë për këtyre. Pastaj grupi tjetër janë adhuruesit ignorant. I pari ishte që i mashtron njerëz me dinën e tij. Kurse i dyti është që i mashtron me devotshmërinë e tij. Aleikum selam. Po ky i dytë edhe kë nuk është më pak i rrezikshëm. Ky i mashtron njerëzit me devotshmërinë e tij. Thuajnë filani po falet, filani është shumë fetar, filani po agjeron. Edhe i besojnë. Por edhe kjo është problem. Pse? Se adhurimi pa dije, çka ndodh për shkak të adhurimit pa dije? Ata që adhurojnë Allahun pa udhëzim të vërtetë duke ndjekur bidat dhe praktika të shpiftura që nuk kanë bazë në Kur'an dhe Sunet. Pra këta janë shumë të rrezikshëm se këta mendojnë që e kanë mirë, kurse nuk e kanë mirë. Pra këta e kanë çfarë fuqinë emocionale, nuk e kanë fuqinë intelektuale. Kanë emocione, kanë vullnet, po dije nuk kanë. Edhe atë vullnet e shfrytëzojnë gabim ku nuk ka thonë Zoti, as nuk ka thonë profeti i tij. Në veçantë kjo të sheh prezente të për shembull tek ekstremizmi fetar. Ata mendojnë që janë duke bërë mirë. Mendojnë që janë duke ndjekur Kur'anin e Sunetin. Mirë po, si thot Ibn Abbasi, atyre ju ka ardhur domon shejtani prej mosnjohjes, mosditurisë, sidomos mosnjohjes të mirëfillt të shprehjeve të Kuranit të Sunetit. Besimi i verbër e njerëzve. Populli çka thot për ta? Këta janë njerëz të mirë, janë njerëz devotshëm. Por devotshmëria pa dije të saktë që në humbje dhe çon të tjerë humbje. Kur është devotshmëria pa dituri, ajo çon humbje. Dhe këta kanë devijuar nga rruga e drejtë, ngjajshëm sikur krishterët që u zhytën në rahbania. Rahbania është murxhilloku. Mu veçun manastira, edhe as mos mu martu, as mos me dal kurrë prej manastira. Këta murxhe që e kanë bë këta, e kanë bë, si thot Allahu në Kur'an, e kanë bë për me arrit kënaqësinë e Allahut. Mirë po, thot as që ata nuk e kanë kujdes çu çdo. Dhe thot Allah, na nuk i kemi urdhëruar ata me mu veçuna për manastira. As mos mu martu. Nuk i ka urdhëruar Allah. Po se shikoni, e kanë adhuruar Allahun pa dije. Dhe sa më shumë që kanë shtrënguar ata, fenë Allah ja ka shtrënguar edhe më shumë. Pra kjo praktik i ka bë ata që të devijojnë për rrugës drejt. Që të devijojnë për rrugës drejt. Kë ekstremizmi në adhurim i ka bë ata që devijojnë, pastaj edhe njerëz të tjerë janë mashtru, i kanë pyet ata për çështje të madhore politike, për çështje brenda paramirësim familjar, për çështje shumë madhore, deri edhe ushtarake, njerëz që s'kan dije, njerëz që vetëm beqohen në manastira, duke menduar që këta bën ku e diun të shejta, çka e diun, pse rrin ashtu, pse bajnë ibadet. Po adhurimin, nëse nuk ka i shoqëruar me dije, prej tij ka vetëm devim. Mësimet nga historia e jehudëve dhe krishterëve. Allah na ka paralajmëruar në Kur'an për që të mos mashtrohemi mas klerikëve fetar nëse nuk janë rrugë drejt. E kemi ajetin e surës Teube, ku Allah i Madhëshëm thot: Ja eyyuhalladhina amanu, na drejtohet me emrin e besimit, thot: O besimtar. Dhe me vërtetë Kur'ani është i mrekullueshëm. Kur'ani është për çdo popull, për çdo vend, është internacional. Se Kur'an s'përmenden arabët as popull, nuk thuhet o ju arab ose o ju kurejsh ose po çka drejtohet me emër të besimit. Pra o ju besimtar, kudo qofshi, nga çdo vend, nga çdo popull, nga çdo fes. Çka po na drejtohet në të vërtetë shumë klerik që fut dhe krishterë. Shikoni drejtsinë e Allahut të Madhëshëm, nuk po thot që gjithë klerikët që fut dhe krishterë, po thot shumë. Nuk do të thonë që janë gjithë. Po shumë klerik që fut dhe krishterë
përlajnë pasurinë e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë orë dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, paralajmërojnë me një dënim të dëmshëm. Pra, këta shumë prej këtyre klerikëve që futë dhe krishterë, po i përlajnë pasurinë. Don ja marrin pasurinë e njerëzve pa drejtësisht. I mashtrojnë, ku e diun e u thojnë duhet me qit filan me qit datim na për shtëpi, që me të largu drejshnat edhe marrin parë me këtë. Ose ku e diun i bajnë si praktika të caktume, veç sa me jo marr pasurinë njerëzve. Edhe kjo me keqardhje ndodh tek disa klerik fetar edhe musliman. Se këta kur e përmend Allahu, e përmend që me na paralajmëru që edhe ju musliman keni me shku udhëstyne. Pra disa klerik fetar edhe musliman kanë këta e bajnë vepra të caktume që nuk janë hiç prej fesë, edhe marrin parë prej tyre. Për këtë arsye Allah na paralajmëron që ta kemi parasysh këtë gjë. Ata që e grumbullojnë pasurinë e nuk e shpenzojnë rrugë të Allahut, për ta i pret një dënim i dhëmshëm, aja ari ka mu bë tulla, edhe ka mu nxej në zjarrin e xhenemit, e ka mu ftof për balle dhe për shpina. Tash këtë ajet e kemi të veçantë vetëm për dietarët e prishur. E kemi në surën Al-Bakara në ajetin 44, e ta'muruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum. Vol a i urdhrani njerëzit që të bëjnë veprat e mira, e vetën tuaj e harroni. Ndërsa ju lexoni librin. A nuk mendoni? Pra shqyqare, ju e lexoni librin, ju xhallar, klerik fetar, ju qysh po i urdhrani njerëz me bë veprat mira kurse vetën të harroni. Pra ata cilët i kanë nxit tjerët veprat mira, se me kanë që të pozitë shqyqare pa urdhun veprat mira. Po vetë mos mi praktiku. Shkanë thonë ata djetarët, qifti këtyre, janë të tillë që rrinë para dyrëve të xhenetit. Edhe ju thujnë njerëzve hinin dyrët e xhenetit. Me fjalët e tyre. Kurse me veprat e tyre ju thujnë hinin dyrët e xhenemit. Prandaj janë të rrezikshëm, njerëzit duhet ta kenë parasysh këta, që këta fjalët e tyre më janë marrë. Kur të urdhërojnë për të mira, të urdhërojnë me adhuru Allahun, me respektu prind, me bajt lejet falisnare, me ndërru jetimat, me ushqyt varfrit, janë mërshtu, se këtu janë fjalë që po të thret të dyrët e xhenetit. Po veprat e tyre mos më janë shiku këtyre, se me veprat thrasin ka dyrët e xhenemit. Pra, ky është ai çortimi që e bën Allahu për ata dietarët e kësij, siç po i urdhëroni tjerët me të mira, e vetëm pa harrani kurse ju e lexoni librin. Tan Tevratin, Injilin, Kur'anin. Për gjithë klerikët fetar që kanë ndjek rrugën ose fejnë e profetëve. Ndërsa paralajmërimi i Allahut për adhuruesit ignorant është kë: La taghlu fi dinikum, mos e teprani në fenë tuaj. Mos e teprani në fenë tuaj me të pavërtetën dhe mos ndesni dëshirat e një populli që devijaj me parë, që shpuri shumë në humbje dhe që devijajnë nga rruga e drejtë. Pra teprimi në fe është cilësi e kujt? E ignorantëve. Që ata që kanë vullnet, po s'kanë dije. Mos ja teprani në fe. Dhe mos i ndjekni dëshirat, qefet, tekat, e popujt më hershëm që kanë shpik gjëra në fejs, ka Allah nuk ka dhënë kurfar argumente për to. Mos i ndjekni, se ata kanë deviju vetë, edhe i kanë deviju shumë të tjerë. Edhe kanë deviju për vete, edhe i kanë deviju të tjerë. Dhe kjo është një paralajmërim për adhuruesit ignorant. Lutja ditore në surën El Fatiha. Ne në çdo namaz lutemi që Allah të mos na bën prej këtyre dy grupe, prej dietarëve të prisht, as prej adhuruesve ignorant. Kur themi sirata alladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim wala dallin. Ne fillimisht i lutemi Allahut që të na udhëzojnë rrugën atyre që Allah i ka begatu. E ata janë që i kanë bashku dyat. Edhe dije dobishme, po edhe vepra të mira.
Pra edhe dituri edhe praktik. Kurse dy grupet e devijume, gajrin makdubi alehim, ata se u zemru Allah me ta, janë ata se le kanë ditë vërtetën, po s'kanë punu me ta. Pse u zemru Allah me ta? Se ata e në zemru ndaj të vërtetës. Pra kanë ditë vërtetën edhe që kanë pas hidhrim me zbatu qatë vërtetë. Idhësi e nuk e kanë zbatu edhe Allah është hidhru me ta. Kurse grupi tjetër wala dalin janë të humbërit që kanë pas vullnet, mirë po djeja. Pra e kanë gabu rrugën, se udhëzimi, çka do të thonë udhëzimi? Udhëzimi është me njoft rrugën e drejtë. Është deturi për rrugë, me ditë rruga ka hi bjen. Çka është udhëzimi? Këta nuk e kanë ditë ka hi bjen rruga, e kanë mësuar me një rrugë tjetër, që veç e largon prej coput, që është ndodh me nëse navigacioni e vendos gabim, aja vetëm se ka me të largu. Edhe sa ma shumë që jep zor, gas, aq ma larg të qënë. Se ashtu edhe këta, kanë vullnet, japin zor, po vetë shkujnë, sa ma shumë që japin zor, aq ma larg shkujnë. Që është manifestimi bashkohor i këtyne dy trazirave të çdo trazira, është ndjekja e fetvas sipas dëshirës. Shikoni sa prezente është kjo. Kur dikush dëshiron diçka, thuin filani ka dhënë fetva për këtë. Për shembull, ndonjë njeri e zbaton ndonjë vepër jo të mirë, e thot, po filani e ka leju atë. Filan hoxha, filan dietari e ka leju këtë. Dhe me njëherë argumentohen me këta. Pa shqyrtuar argumentet nga Kurani dhe Suneti. Nëse i thuat se fetvaja është e gabuar, përgjigjet nuk më intereson. Nuk më intereson, mjafton që personi e ka thonë këta. Me njëherë arsëtut, ka thonë filan hoxha, u kry puna. E nuk i intereson çka thot Kurani dhe Suneti. Pastaj refuzojnë fetvan e vërtet, kur fetvaja nuk pajtohet me dëshirën, ti thot kjo fetva nuk është sakt. Si të vjen ai fetva që nuk përputhet me epshe, thot kjo nuk është e sakt. Ose kjo është tepër e rrept. Kjo shumë strekt. Kështu bëhet dia rob e dëshira, jo zus drejt të vërtetës. Pra kur dia shoqërohet me ndjekje të çefe, që kanë ndjekje të çefe e prish. Mbledhja gabime, disa grumbullojnë gabimet dhe mendimet e çuditshme të dietarëve dhe i vendosin në libra, duke pretenduar se po zgjerojnë hapësirën për njerëz, duke thënë Islami është fe tolerante, mos ju angazhtoni njerëzit. Shikoni, edhe dietarët e mirëfillt kanë gabime. Edhe çka bojnë disa njerëz, i ndjekin gabimet e çdo dietari, edhe shkruajnë libra. Edhe çdo gjë ja u bën njerëzve halal. I marrin, i gjajnë ta mendime që kanë gabu, ku e diune, dikush e ka liu filan veprën, dikush filan veprën, pastaj kur ti kombinojnë ato, bëhet merr. Mendime gjatë 1400 vjetëve, dietarët janë njerëz, smujnë ja qellojnë dhe gabojnë. Nuk janë mbrojtën pe gabimet që janë mbrojtën pejgamber. Dhe ja marrin gabimet e dietarëve prej njëne prej tjetër dhe pastaj bajnë të merr. Kjo është ndjekje e çefe. Dhe justifikimi me autoritet kur ndalohen nga shpiket në fe, për të cilat profeti alayhis salam paralajmëroi, ata thujnë filani e bën këtë sa ai është dietar. Me njerëzit e vendit të tillë e bëjnë dhe ata janë devotshëm. Po gjithmonë argumentojnë me këta, po e bën filani. Filani falet, ai e ka bërë veprën. Filani është i dëshëm. Është hoxha ose dietar. Prandaj, masi ai ka bërë atëherë kjo është në rregull. Kjo është ndjekje e çefe. Shikoni Islami sa i drejta, ne nuk i shëmtrojmë xhallar, as dietar. Ka xhallar të mirë, ka xhallar të këqij. Prandaj duhet me pas kujdes, me kon syçel, me dallu ata që janë të mirë edhe me ndjek. Po edhe ata që janë të mirë, mos mi bosi pejgamber çka të thujnë gjithçka, po nëse do na herë që ka bën, më au refuzu gabimin. Se çfarë logjikshëm është feja islam. Nuk mëson mi shëntru njerëz. Bilas pejgamber zbën mi shëntru. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vetë ka thonë la të truni, mos ja teprani me mua në lavdrim siç ja kanë tepruar krishterët
me Isën birën e Meriemës, po thuani Rabbi Allahu dhe i dërguari i tij. Prandaj kjo është një devijim i madh që e shohim vazhdimisht te njerëzit. Mashtrimi me hile dhe lehtësira. Sot ka njerëz që përpiqen të manipulojnë fenë duke lejuar atë që është ndaluar për të kënaqur njerëzit. Sipas pretendimit të tyre, ata kërkojnë hile dhe lehtësira ose gënjejnë mbi Allahun duke thënë se ai e ka lejuar këtë ose e ka ndaluar atë për hir të interesit të dikujt. Pra thonë Allahu halal e ka bërë këtë. S'bën me thonë as halal as haram e ka bërë Allahu këtë pa pos fakt nga Kurani dhe Suneti. Roli i tyre, këta janë dietar fasik që dalin nga bindja ndaj Allahut duke dhënë përparësi kënaqësisë së krijesa mbi kënaqësinë e krijuesit. Siç thot Allah me një vend tjetër në Kur'an, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wala takhshaw an-nasa wakhshawni." Mos ju friksoni njerëzve, po më friksoni vetëm mua. Edhe mos i shitni fenë tëm, don shenjat e mia për një shumë të vogël të kësaj dynjaje. E vërteta absolute, lejimi dhe ndalimi janë të drejta ekskluzive të Allahut, askush nuk ka drejt lejaj ose ndalej sipas dëshirës dhe qëllimeve të drejta. Kur është halal është ajo që Allah e ka bërë halal dhe haram është ajo që ka bërë Allah haram. Pastaj në rregull ka midis halal dhe haramit gjëra që dietarët spajtohen. Atë e merr mendimin më të saktë dhe më të dobishëm. Por se kur andi gjë halal dhe haram, aty janë të qarta. Standardet e vërteta për vlerësim, kuptimi nuk mjafton. Dëshmëria dhe përpjekja nuk janë të mjaftueshme në vetvete, duhet të shoqërohen me ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit. Verifikimi është i detyrueshëm, çdo thënie e dietare dhe vepra e adhuruesve do të kontrollohet kundrejt Kuranit dhe Sunetit vërtet. Asnjë njeri mbi shpallin. Asnjë dietar, sado i madh të jetë, nuk është mbi Kuranin dhe Sunetin. Fjalët e tij duhet të shqyrtohen dhe të vlerësohen sipas këtyre burime. Kthimi te burime, kur ka mos marrëveshje, duhet të kthehemi te Kurani dhe Suneti, jo te autoriteti i individëve pavarësisht nga pozicioni apo reputacioni i tyre. Pra Allah na mëson Kur'an, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nëse binin kundërshtim për diçka, atëherë këtë kundërshtim ktheni Allahut dhe dërguarit e tij. Pra ktheni Kur'anit që është fjalë e Allahut dhe Sunetit që është fjalë e profetit të tij. Po çka do të binin kundërshtim, ktheni Kur'anit dhe Sunetit. Dhalika khairun, kjo është më e mirë për ju. Wa ahsanu ta'wila, dhe me përfundim më të mirë. Para lajmërimi dhe udhëzimi. Marrja e fjalëve dietare dhe adhuruesve si çështje të pranuara pa i krahasuar me Kur'anin dhe Sunetin është metoda e njerëzve të ignorancës, të cilët marrën dietarët dhe murxhet e tyre për zota përveç Allahut. Pra çush i kanë marrë këta si zota përveç Allahut, sepse këta dietarë krisht ose murxhi adhurues ignorant ju kanë thonë kjo është halal, edhe pse Allah e ka bërë haram, ata e kanë bërë halal. Edhe kur ka qenë diçka haram, ata e kanë bërë halal, edhe ata e kanë bërë halal realisht. Për atë arsye ata i kanë marrë këta si zota përveç Allahut, se ata ju kanë lejuar ato gjëra që Allah ja ka ndaluar dhe u kanë ndaluar gjërat që Allah i ka lejuar. Dhe këta ju kanë bind atyre. Në atë moment që kanë bind, i kanë marrë si zota përveç Allahut. Se ne e dim që Allah është ai që ne ka kriju qiellin e tokën. Ai e vendos çka është e mirë, çka është e keqe në këtë botë. Kriteret e të mira të këqijave nuk i përcakton askush përveç krijuesit. Ai e përcakton çka është e mirë, çka është e keqe. Ruajt janë nga devimi, kujdes të mos mashtroheni as nga pozicioni i dietarit, as nga dëshmëria e dukshme e adhuruesit, derisa secili prej tyre të jetë i drejtë në fenë e Allahut. Duhet me mat gjërat me Kur'an dhe Sunet. Kur është fjala e adhuruesit ignorant, dietar kanë thonë shumë një gjë të bukur, ka nëse e shihni një njeri duke fluturuar në qiell ose duke ecë nëpër dete, mos i besoni atij, derisa ta shikoni ai zbaton urdhrat e Allahut ajo. Se ka njerëz të tillë që bajnë kësi vepra përmes magjive, përmes legjendave, ecën nëpër ujë ose fluturojnë. Prandaj mos ti mashtraja ja pamja e jashtme, shikoni a është duke zbatuar urdhrat e Allahut.
Dhe në përfundim, kthimi të burimi i pastër, mësimi themelor nga kjo çështje është se udhëzimi i vërtet vjen vetëm nga Kurani dhe Suneti i vërtet, jo nga ndjekja e verbër e individëve, pavarësisht nga reputacioni ose pozicioni i tyre. Verifikimi është i detyrueshëm, balanca e dijes me vepër, pra e mësuam që rruga e drejtë është me balancuar midis dijes dhe veprës. Jo veç dije, jo veç fjalë, po edhe vepra. Edhe jo veç vepër pa dije. Dhe ruajtja nga devimit, duke u përmbajtur fort në Kur'an dhe Sunet, duke refuzuar të ndjekim ata që devijojnë nga udhëzimi i qartë, pavarësisht nga titujt apo reputacioni i tyre. Pra rruga e drejtë është, siç na ka thënë profeti alayhis salatu wassalam, ja u kam lënë dy gjëra që nëse kapeni për to nuk do devijoni kurrë. Libri i Allahut dhe Suneti jam. Dhe ato dyja nuk do të ndahen derisa të vinë te kruni jam. Pra, këtu është ai burimi i sakt. Kjo është ai burimi, kush pin prej tij në këtë botë, ka me pi edhe prej kronit të pejgamberit sa sem ditë e kiametit, që ai kron vjen përmes dy gypave të xhenetit dhe zbret në kronin e pejgamberit sa sem. Ato dy gypa janë Kurani dhe Suneti. Prandaj kush i përmban këtyre dyave nuk do të humb asnjëherë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.